shumë hajtë. Së është që kanë një qenë madhë për Partizanin. Dhe I thotë ai, Starova e këshim bjemi, se harrova tani, më falë që harrova emrin, do më thonë, se ishe një bashkëpunëtor I babait, do më bërë një biznes bashkë. Dhe I thotë Suri që, kam një kështu, kush është filani? Ne duam lojtar të afirmuar të Partizani. Edhe me drejtë zotit normal, që është një që pas ka arë edhe mirë. S'më mori atje, unë me bicikletë rrugës, ku tak dhe një dorë të Faruk Sedini, që të një Dinamos. Po tim, dhe mo. Ha Gjargje, dhe shumë. Ku jeti? Kam marrë në Itali, kam në javë. Vrapë se vidje mas ditë, dhe. Se që ishë në tërë? Të fushat të kompleksi. Po, të fushat... Jo, unë isha të teare dikuat. Po, stadiumit. Isha me shok me njerës, me bicikleta gjimne. Shkoj mas ditë se vidje, mu bën edhe themrat të copë, se kështë një 2-3 javë pa vesh pus futbol dhe po themi e kështu. Fillova se vidje në dhe i te. U federova me klubin tim, klubin Dinamo që isha. Mas 3 muaj u grullova me kombëtaren, merrti letra e kombëtares, po themi. Po, ka luajtur me kombëtaren atë, 94. Po, ka qenë në Ptumbaj, po. Në Ptumbaj ka qenë. Se s'kisha U21 atë. Ka luajtur një ndeshje me Bosnjën, më duket, ka qenë një ndeshje miqësore me Bosnjën që ka luajtur. Shkoj me ekipin kombëtar, bëm ndeshje 2-3 se u bën ato gjë ndeshje me Dinamo, u afirmova, një nga lojtarët e vitit, po themi, domethënë. Se kjo ishte ajo ecuria, në ver. Peçon me Zajmin me ata. Në ver, merr ky Starova, ky kushëri I Sulës. Merr babain tani. Tha, ore, tha, se më tha Sule, tha, kape njëra të babaj në redet, tha, se doon ta blenë me ke Partizani të rritë. Firmua tani. Futën treg. Edhe, që ishte lidhja, tërë ke Partizani. Kur I thanë Florentino Perezit, që në Brazil për lunin lojtarë shumë I mirë dhe pra, shumë I mirë, në Iknedi thanë që një ditë do fitoj topin e artë, që duhet me e marë. Kur ta fitoj topin e artë, do ta marrë, po tani nuk ka shumë duhet. Edhe nuk ka asnjë... S'ka logjikë. Është shumë, logjika është shumë e drejtë, më kupton, është shumë e saktë logjika. Unë atëherë erdhi ky presidenti I Partizanit, ishte një Antonio, ai më kishte kështu, më kishte pikë dobët ai. Edhe ma mbushi mendjen ai, domethënë. Unë vitin 94, në fundin 94 që kështu, në janar, do madje 95 në shkova atje. Unë I thash I shifër ati në atë kodë, nuk ishe I pa imagjinueshme. Po më dhaj. Edhe kjo ishte historia Partizanit, unë s'kjesë ti thosha jo më ati. Se ti vin atëherë nuk shifshe, me drejtë se pa drejtë, zgjidhja jote, nuk shifshe futboll fare, jo se tani bën name, po sigurisht e futi çik, por Edi ka qenë super klasë, domethënë ishte simboli I futbollistit ndryshe pra, domethënë një farë shkolle, I veshur mirë, I fliste mirë, se futbollistët kanë qenë. Mund të jetë rastësi. Po jo, po patjetër, po ka qenë që atëherë. Jo këtu rrugtop, po këtu kur është jetën e tij. tij. Pa kur ti ke qenë, po diun, 74 atë tindje apo jo? 74. Tani do kthehemi te viti 87. Unë e mbaj si një vit shumë interesant për sportin shqiptar. Flamurtari me Barcelonën, Partizan Beograd, Tirana Dinamo Bukureshti, lojrat mesdhetare, kombëtarja me Spanjën. Si ishte ato kohë, ti ishe 13 vjeç në vendin më të varfër dhe më të izoluar të Europës, por futbolli dhe sporti ishin një armë shumë e mirë ndoshta e njerëzve për ku diun tani. Kam qenë shumë I vogël, nuk I mbaj mend mirë ato vite. Dgjoj se po më kujtove këtë, unë kam lindur në Vlorë. Në familje ime, Po, ke lindur në Vlorë. ne jemi Gjirokastrit si familje, babai im një vjeç ka shkuar atje. Ai ka shpenzuar gjithë jetën në Vlorë, po thënë gjithë jetën derisa erdhi në Tiranë, 80-ën që erdhi, domethënë. Ne, je vlonja, atletis edhe I mat, 18 vjeç. Unë kam lindur unë kam ardhur 5 vjeç ca domethënë në Tiranë. E ka gro. Pa mbush 6 vjeç dhe mua më çoti babai me pa ndeshjet flamurtarit.